Të ndershëm besimtar, e falenderojmë Allahun fuqi plot për mirësitë dhe ndtit begatitë e panumërta që na i ka dhuruar. Duhet jemi të vetëdijshëm që mirësitë e Allahut xhaleshanu janë pafund, por më madhja, më vlefshmja pa të cilën nuk ban është udhëzimi, besimi, islami, feja. Për atë të ndershëm besimtar, duhet të angazhohemi, të sakrifikojmë, të investojmë që të ruajmë fenë edhe mos të lejojmë që na edhe askush prej anëtarëve të familjes të jetë jo besimtar, por të angazhohemi që ta udhëzojmë atë njeri. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili misionin, qëllimin e vet të dërgimit si pejgamber ka qenë që ta shpëtojë njeriun apo njerëzimit prej devijimit, prej mosbesimit, prej xhehenemit. Edhe në një rast pejgamberi alayhis salam përshkruan veten në këtë mënyrë, thot, unë jam, thot, sikur se një person i cili del para një zjarmi të madh edhe mundohet, thot, me ndal njerëzit, sikur se insektet nisen, thot, në atë zjarm, e mundohet me ndal, thot, mos me shku në atë zjarm, mos mu damtua dhe mos mu djeg. Ky është qëllimi edhe misioni jem, thot, që njerëzit me ndal prej shkatrimit, prej mosbesimit. Bjem salavat mbi pejgamberin alayhis salam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi të gjithë ata të cilët sinqerisht e ndjekën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm besimtar, në kohën e sotshme, apo të themi në këto momente ku i përjetojmë, ku jetojmë, e shohim që ka shumë rrugë, shumë orientime, shumë bindje, por duhet jemi të vetëdijshëm që e vetmja pranuar të Allahu xhaleshanuhu është Islami. Jo pse ne jemi musliman, faktikisht ne jemi musliman të dobët se kemi mangutësi edhe kemi gabime, por vetëm pse Allahu xhaleshanuhu ka zgjedhur dhe ka caktuar fen si mëshirë për njeriu. Për atë në ajetin 208 të surës Bekara, Allahu xhaleshanuhu u drejtohet besimtarëve duke i thënë: o ju që keni besuar, pra o ju që e keni pranuar islamin, e keni pranuar fen, o dukhulu fi silmi kafe, hyni në islam plotësisht, tërësisht, mos leni diçka pa hy. Pra 100% mundoheni ta pranoni dhe ta zbatoni islamin. Edhe Allahu xhaleshanuhu në vazhdim të ajetit thot: wala tattabi'u khutuwati shaytan. Mos i pasoni gjurmët e shejtanit. Do të thotë njeriu kur nuk ka pranon fen tërësisht, plotësisht, atëherë do të pasojë rrugët e shejtanit apo gjurmët e shejtanit. Në këtë rast apo në këtë çështje e shohim njerëzit të cilët thotë: unë musliman jam, i fortë, me zemër, kam bindje të fortë, por nuk falen. Tjetri thotë: unë pika pak, tjetri thot kam qef me rrejt, tjetri thot pak kam qef me amoralitet më marë. Edhe shohim që faktikisht të gjithë këta të cilët nuk e ndjekin, nuk e kanë, faktikisht nuk e praktikojnë islamin si duhet, e shohim që shkojmë rrugët të cilat janë gjurmët e shejtanit, sepse shejtani thot është armik i juaj i hapt. Me këtë ajet kemi filluar disa hutbe, 3-4 hutbe më herët. E unë do të përcjell një hadith i cili është shumë preks edhe duhet shumë të analizojmë. Sa i takon islamit, na vetë hoxhalart mundohemi që t'i themi me besu shahadetin. Po, atëherë mu falë, nëse je falë ke ba punë të madhe. Mashallah, ishtë musliman i mirë, këj që falet, këj vjen në xhami, edhe ja dedikojmë, edhe faktikisht e ngrisim njeriun. Atëherë nëse shkon qaben, nëse agjeron, nëse jep edhe zekatin, edhe themi këmë mashallah ishtë në rregull. Mirë, a ka plotësu islamin me këta ja? Nuk e ka plotësu. Këta janë parametra që të regojnë që njeriu është njeri. Nëse themi dikush i ka gjymtyrt, ka kokën, ka syt, ka krejt shisat, ka durt, ka kam, po, a mujmë me thonë që kë njeri është i mirë? Ja, më vare si përdoret a gjymtyr. Më vare se si aktivizohet me ato që i ka dhënë Zoti. Edhe këta, kushtet e islamit janë sikur se gjymtyrët e njeriut, të cilat duhet të tregojnë realitetin apo themi suksesin edhe nivelin e lartë të besimit, çka në praktikën e jetës të përditshme, brenda 24 orëve apo prej lindjes deri në vdekje. Të
Kthehemi te hadithet të cilin e ceka se është një hadith shumë themi preks. Thot pejgamberi alayhis salam, el muslimu akhul muslimi. Pra nuk ka të bëj tash me ibadetin, ka të bëj me praktikën, me raportet njerëzore. Muslimani është vllau i muslimanit. Kur themi vllau i muslimanit, nuk është vllau me shkruat, me firmos, me thon ky është vllau, me thon ku je vllau, selam aleikum vllau, jo kështu. Ai është një pjesë që duhet, edhe ban edhe s'ban më, edhe ban edhe nuk është e arsyeshme që më i thon gjithku i vllau. Por duhet dim që jemi të vllazën. E tash, si tregohet ky vllaznilleku? Si tregohet ky sinqeriteti në këtë afërsi që e ka caktuar Zoti, thot: La yadhlimuhu, nuk i bën pa drejtësi. Nuk i bën pa drejtësi. Nuk ka kojshi që shkon mirë me kojshin. 95%, pajt 90%. Për çka? A janë njerëz. Pejgamberi alayhis salam ka pas që futin Jehudinin kojshin e parë. Edhe i ka ba mirë gjithmonë, i ka ba mirë. Në vllai vllaut edhe e kemi problem. Atëherë thot: Wala yakhdhiluhu. Yakhdhiluhu do thot nuk e le pa ndihmë. Nuk është ai i cili është indiferent ndaj punës së vllaut tij. Përpara të ndershëm besimtar, do ta tregoj një sigurisht se e dini edhe ju, kur dikush ka fillu shtëpi, edhe e ka ditë që ka nevojë për punë, nuk ka pas nevojë me thirr, po ka marrë qyrekun edhe ka shku atij pa thirr. Sot kanë vdek ato gjeste. Kur ka pas dikush me punu, çka do që ka pas me punu? Ndoshta po të them me prej ndonjë pastram, ka pas me mbledh olejt, ka pas diçka, e ka ndihmu njëri tjetrin. Edhe kjo ka qenë ajo ndihma. Kur ka pas, më kujtohet edhe mu, nuk kanë qenë si sot ta me thirr në telefon e me thon na bjer ushqimin me matar. Në për restorane, por çka? I kanë ardhur mysafirët e pa thirrur. Çka ka bë? Ka shku i ka thonë a ke nevojë për ushqim. E ka mundarkën. Edhe kjo është ndihma. Ma sot me javë, me mu, nuk takohen njerëzit. Nuk dinas çka ka, nuk dinas ku gjinet. A ka ba kryku shkolla, ka ba shkollë. Nuk them që kjo është dobësi, por kjo është një realitet që sot e kemi na e nuk guxon muslimani me e pas. Edhe e treta thot: Wala yahqiruhu, nuk e nënçmon. Pejgamberi alayhis salam e tregon me këtë gjest këto çka u than më lart. Et taqwa ha huna, edhe ka thënë et taqwa, devotshmëria ka thënë ishtu në zemër. Ka thënë pejgamberi alayhis salam me dorë. Këtu, yushiru ila sadrihi, duke treguar sa herë, 3 herë ka tregu. Ka thënë et taqwa ha huna, et taqwa ha huna, et taqwa ha huna. Mos ta përkthej, takvalleku devotshmëria është këtu. Bihasabi mri'in min sharri an yahqira akhahu almuslim. Takvalleku matet me aq sa është i sigurt vllai jot prej sherrit tënd, prej të keqes tënde. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Çdo musliman e ka haram. Apo është haram për musliman. Kush? Gjaku i tij, maazallah zguxon me myt, është haram. Pasuria e tij, zguxon me ia bot pa drejtësi me marr pasuri. Me shtyr kufi, me bë kët, me ia marrat, me faktikisht në mënyrë jo legale. E di më mirë ai si e bën, s'ka nevojë kush më i shpjegoj, ai e di më mirë çka mundohet me bë, edhe e sheh më sene, edhe irduhu, edhe nera e tij. Pra, të ndershëm besimtar, me kët sa kemi raporte pozitive me njëri tjetrin, aq është edhe besimi jon. Pra këtu nuk e cek as namazin, as agjërimin, as haxhin, as zakatin, por i cek raportet njerëzore. Të ndershëm besimtar, e përfundova këtë temë, por do të flas për një çështje të cilën është aktuale në xhamatin ton, në xhamin ton, veçanërisht. Është fjala për se kjo xhami pak a shumë është, ta quajmë ashtu, është konzumu. Çardaku është dobësu, edhe kulmi është dobësu.
edhe kemi bërë renovime, edhe dritarët, edhe faktikisht hutben edhe këto gjëra të tjera, të cilat i kemi bërë më herët, mirë po tash ka ardhur një renovim. Edhe para mendoni tash të ndershëm besimtar se si bëhet, si duket kjo xhami kur të hiqet kulmi edhe shardaku. Mesin vetëm 4 mure. Për atë kemi bërë një iniciativë gjatë muajit Ramazanit që të kërkojmë kontribute që me rindërtu këtë xhami. Çështja e ndërtimit të xhamisë lidhet me vakuf. Vakufi, duke konsultuar me një koleg i cili është më i dishëm, më i kënaqshëm, themi, më i shkolluar se unë, i tham se s'dishe me gjetë fort hadithe për çështjen e vakufit, tha nuk ka shumë pak hadithe. 2 hadithe janë lidhje me vakufin. Por në anën tjetër, sahabët thuhet se nuk ka pas sahabi prej ensarve edhe muhaxhirëve i cili nuk ka lënë vakuf. Tanë që kanë pas pasuni kanë lënë vakuf. E me lënë vakuf do me thanë me lënë diçka e cila ishte pasuri e patunshme e cila u shërben muslimanëve gjithmonë, deri në ditë kiametit, që nuk ketë drejt as ti me e marrë ma. E ke lënë po, nuk ketë drejt, je si tanë tjerët. Ajo nuk guxon as mu shit, as mu tjetërsu, as mu fal, as mu ndru. Por ashtusisht, ka vakuf që lehet me kushte. Thot, ky vakuf du me elan një këtë tokë për më ndërtu xhami. Edhe të xhami ndërtohet, s'guxon më ndërtu diçka tjetër. Më thonë me kushte. Ka që lehet pa kushte, e la për i Zatë Zotit. Tash, vakufi i parë, kush ka lan i pari vakuf? Duhet të adim që pejgamberi alayhis salam ka la vakuf. Por i pari që ja ka nis me lan vakuf ka qenë Hazreti Omeri. E ka lan një tokë në Hajber. Vetëm kjo si informacion. Të ndershëm besimtar, edhe na kemi mundësi edhe kemi nevojë për vakuf. Edhe kjo është që sot është mundësia kur jepen të holla që shndrohen në ato çka është e nevojshme për nevojën e muslimanëve. Për nevojën e muslimanëve. Edhe kjo xhami ka nevojë që mu rëndërtu, edhe ka nevojë faktikisht shpresa është te besimtarët, te muslimanët. Masi që edhe inqizohet kja hutbe, ma mërmendje që të gjithë besimtarët e Ulqinit kush ka dëshirë, ka me ndëgju, që apeloj që me ndihmu. Nuk kam interesun kur gjë. Interesi ishtë kur Allahu Gjellëshanuhu e krijon një krizë, qoftë fukarallëk, qoftë smundje, qoftë prishje në xhamis, edhe t'jepet mundësia që ti me kontribu aty, interesi ishte ati që kontribon. Pse ai fiton sevape. Nuk ka sevape xhamia pse po i napim në parë. Asnjëri prej nesh nuk ka. Por në shërbimin e besimtarëve. Të ndershëm besimtar, ky është një opcion. Opcioni tjetër, kur ta shihni xhamin, pa tham kështu, imagjinone, pa kulme dhe pa çardak. Opcioni tjetër është që të gërmohet dheni këtu, të krijohet një lokal. Po osnovni prostor, pa e tham kështu që të kuptohet, jo pse e përdori këtë fjalë, por vetëm të kuptohena, i cili mu shërby besimtarve. Unë kur e tham këtë ide, e di që nuk më përkrahin të gjithë, por është e logjikshme që të përkrahet kjo. Vetëm të informoj, xhamia edhe oborri xhamis ka 155 metra katror sipërfaqe. Ti lam 30 metra katror që ka mu ba për forcimin e minares edhe për muret të cilat kanë me qenë mbrojtës. 30 metra katror. Mesin 125 metra katror. Unë e kam matë me hapa, janë dikur rreth 15 hapa, ka 1 metret që ka dhe me thanë pamje prej rrugës kjo. Ky lokal me ba me shiku kushton gjys milionit euro. Jo që i shitet, mazallah, por vlera ishte tia. Psa i takon që i ras njerëzit sot e kësaj dite thonë në 15.000 euro nuk shkon kë, por edhe ma tepër. Nuk duhet them të flas me shifra edhe t'jam i sigurt se këta janë vetëm Zoti Gjellëshanu e disa ishtë risku e sa ishtë eja, edhe a bahat as bahat, por kam pas dëshirë që si ide ishtë edhe kjo. Kjo nuk bahat pa konsenzus. Edhe para, pa lokal, edhe e dyta me lokal duhet mu ba me unitet.
mu marrë vesht, me ra dakord. Unë nuk kam asnjë një cent përfitim. Nuk e baj për interes, nuk e baj për famë, e baj për atë arsye se, masi që është paraqit rasti që duhet mu prish kulmi edhe çardaku, atëherë të bëhet edhe ky investim i cili ka me qenë inshallah i përjetshëm. Mu më mërmenja, nëse bëhet, Zoti e cakton, nëse bëhet lokali, ka me qenë lokali më i bukur në Ulqin. Edhe ka me zbukuru këtë vend, për atë arsye, të ndershëm besimtar, vetëm delin në tonë të rrugës, edhe shikone ambientin e xhamis, se çka e rrethon xhamin tonë. Lypsa, njerëz të cilët shesin në mënyrë jo legale, lëm, gjana të cilat nuk janë pozitive hiç. Nuk pa thëmë për atë punë që pe e bajmë, por ajo është pozitive. Lusim Allahun xhallal shanuhu të na udhëzon rrugë të drejtë, të bojë zemrat tona, ta tregojmë faktikisht unitetin ton edhe mundësit tona që me lanë do një vakuf të gjithë së bashku. Zoti inshallah na udhëzon rrugë të drejtë. Ela inna ahsanal kalam wa ablagan